në këto vite, sidomos nga viti 2019, i gjithë elektorati i Lidhjes Demokratike çudi trisht një e djathtë konservative, edhe pse pak finesa djathtës kanë mejt, një parti e cila është e kundërt të vetëvendosjes, elektorati kundërt me ato, është shkri brenda vetëvendosjes. Nuk kanë fitu parti tjera, ka fitu vetëm vetëvendosja nga shkrija e Lidhjes Demokratike. Dhe nëse kjo parti hyn në koalicion, unë mendoj që mund t'i themi mirupafshim në një variant tjetër politik, por Lidhja Demokratike nuk besoj që e mbijeton një koalicion me vetëvendosje. Nuk e mbijeton nëse nuk është në koalicion. Tash, unë po flas nëse është në koalicion. Unë konsideroj që nuk i mbijeton nëse është opozite vetëvendosje. Partia Demokratike nuk. Që nuk kuptoni me mbijetes, që 14 deputat kanë vetë. Po, me mbijetes, mos me ronë në Prag. Qa është? LDK-ja me ronë në Prag. Mundet. Tash, unë po thëmë cila është kauza e ardhshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës.